Në Kosovë nuk ka të infektuar me sëmundjen e malarjes, por rreziku ekziston që përhapja e sëmundjes të vijë nga personat që udhtojnë në zona tropikale, ku kjo sëmundje është e përhapur, kështu bëri të ditur infektologu Afrim Sulejmani. Realisht na konsiderohemi si vende që nuk kemi raste, edhe që nuk jemi vende endemike. Mundet me pas raste sporadike ose si që quajmë na profesionistët shëndetësor, rastet importume. Njerëz të cilët udhtojnë këto vende infektohen dhe kthehen prapë në vendet e origjinës. Cilat janë simptomat më të zakonshme të malarjes? Malaria është smundje, konsiderohet smundje tropikale, shkaktohet nga protozoarët, është një smundje që ka një periudhë inkubacioni 10 deri në 20 ditë. Zakonisht periudha e inkubacionit është asimptomatike ose pa shenja. Shenjat kryesore në fazën e manifestimit janë të dridhura ose ethe, pastaj temperaturë, dhimbje koke, rritje të shpretkës edhe anemi të përgjithshme. Infektologu Sulejmani vuri theksin edhe te rëndësia e masave parandaluese gjatë udhëtimeve në vende me rrezik të lartë për malarjen. Masat përfshin përdorimin e rrobave mbuluese, mbrojtjen e lëkurës dhe jo vetëm. Nëse udhtohet në vendet endemike, zakonisht duhet pas kujdes mbrojtjen duke u pajisur me rroba adekuate të cilat nënkuptojnë mbulimin e pjesës më të madhe të lëkurës deri në kyçet e dorëve dhe në artikulacionet e këmbëve. Duhet pas kujdes në vendet ku akomodohemi, duhet mbajt rrjeta kundër mickojave, sepse mickoja është ndërmjetësi, përkatësisht bartësi i shkaktarit të smundjes nga njeriu i infektuar në njeriu në shëndosh. Doktori Sulejmani gjithashtu shpjegon se nuk ka vaksinë efikase për malarjen, megjithatë teknologjia moderne ka ndihmuar në reduktimin e rasteve, sidomos pasi janë tharë shumë kënete dhe toka moçalore. Vaksinim efikas kundër malarjes nuk ka, sepse cikli i tij biologjik është relativisht i komplikuar dhe sot në botë ekzistojnë antimalareket shumë efikas. Përveç kësaj, duhet përmend se teknologjia ka avancuar dhe shumica atyre kënetave dhe moçaleve që janë rezervuar i mickojave janë shndruar në toka pjellore dhe për këtë arsye është zvogëluar. Malaria mbetet një sëmundje serioze dhe potencialisht vdekjepruese, veçanërisht për ata që udhtojnë në vende tropikale ku është ende e përhapur. Edhe pse në vendin tonë nuk ka raste aktive, kujdesi dhe ndërgjegjësimi janë thelbësor për parandalimin e saj.